Çfarë po ndodh në Amerikë? Rreth 750.000 punonjës federal gjenden në pauzë të forcuar, pra një pauzë të papunë në shtëpi, sepse shteti nuk mund t'i pagojë dot. Dhe rreth 700.000 të tjerë punojnë, por nuk marrin rrogat. Pra, ky është momenti i shutdown, nuk ishte ndodhur asnjëherë, 36 ditë sot, pra shutdown në Amerikë, sepse nuk arrin dot që të përmbushin për të paguar rrogat e punonjësve. Por çfarë është shutdown? Kishim bërë një video para pak kohësh, por dua ta përsëris edhe një herë sepse kjo është një situatë që s'kishte ndodhur kurrë. Në fakt, 36 ditë kapi rekordin për herë të parë në historinë e Amerikës, kapi rekord 36 ditë pra pa rroga, pra në një shutdown, pra 36 ditë. Shutdown nuk ishte ndodhur kurrë, kjo është hera e parë dhe është rekord për amerikanët. Në fakt, flitet çdo ditë. Por çfarë është shutdowni? Lexova disa komente në ato videon e parë që kemi bërë, por dua ta përsëris edhe një herë për disa që nuk e kuptojnë. Çdo shtet dhe çdo qeveri miraton një bilanc në fund të vitit. Amerika e ka në shtator, mos gaboj. Dhe në qoftë se nuk aprovohet ky bilanc, pra nuk lëvizin të ardhurat, nuk shkojnë të ardhurat, dhe sipas të dhënave ose të bankave amerikane, nuk ka pra një buxhet të duhur për të përmbushur këto kritere. Dire, ka një diçka që është tepër thelbësore. Në këtë shutdown, kryesisht janë probleme të mëdha, por kryesisht për ata që janë jo vetëm punonjës të shtetit, por edhe ata që mbahen nga ndihmat shoqërore ose ndihmat shtetërore. Si për shembull në këtë rast në Amerikë ka, mos gaboj, rreth 42 milion, që i bie 1 në 8 amerikan, që marrin ndihma shoqërore dhe quhet SNAP, mos gaboj. Pra, kjo ndihmë që bëhet, është një ndihmë nga shteti për njerëzit që kanë nevojë për shembull për ushqime apo për çdo lloj me kupona ndonjëherë, dhe në këtë periudhë as ata nuk po marrin të ardhur. Pra, në një moment të tillë shumë delikat që ata janë pjesa kryesore, pra 42 milion janë shumë, është një moment vërtet delikat. Nëse mbani mend para disa kohëve kur Trump u zgjodh në fitoi zgjedhjet, ai fitoi një nga këto motot që ai kishte në këtë zgjedhje, në gjatë fushatës së tij, thoshte "Let's do America again". Le ta bëjmë Amerikën edhe një herë. Çdo të thoshte kjo fjalë, sepse shumë pak e kuptuan këtë. Fjala që ta bëjmë Amerikën sërish do të thotë që tani kohët e fundit Amerika nuk është më si më përpara. Dhe ndonse është kështu, dua t'ju kujtoj diçka tepër thelbësore. Amerika është motori i të ardhurave financiare, motori i çdo gjëje në botë, motori i financës dhe motori i politikave, motori i çdo gjëje. Do t'ja them se si. Për shembull, për sa i përket financës, në Amerikë, Amerika ka miliarderët më shumë miliarderë në botë, njëkohësisht edhe më shumë milionerë. Miliarderët janë, mos gaboj, rreth 900 parafërsisht miliarderë vetëm në Amerikë. Dhe rreth 10.000 milionerë janë shumë. Pra, në një vend që duke sikur është ndarë bota, sepse në një aq sa ka edhe si thamë më përpara që kanë nevojë 42 milion, pra që kanë nevojë për ndihmë shoqërore dhe ekonomike, po aq ka edhe milioner dhe miliarder. Kjo do të thotë që gjendemi pra pikërisht në zemrën e motorit të çdo gjëje. Të paktën në këtë rast është për ekonominë po flas. Por nëse do flasim dhe për politikat, politika amerikane gjendet në të gjithë botën. Pra nëse tundet Amerika, tundet gjithë bota. Tani, se kujt i shërben kjo lëvizje, ky shutdown, ne nuk mund ta zbulojmë dot, ne së bashku. Por unë doja vetëm të nënvizoja këtë që një shutdown i tillë nuk ishte ndodhur kurrë. Siç ju thash, 36 ditë, duke se kishte ndodhur një herë në vitin 90 ca, mos gaboj, me Clintonin, ka ndodhur 34 ditë, mos gaboj, por ishte problemi i luftrave në atë kohë, dhe ky ka qenë një nga problemet që menduan që ishte problemi shutdown. Por në atë periudhë kishte të ardhurë financiare në depozit.
si për tënë që kishim diçka aty në depozit. Në këtë rast mendohet sikur nuk ka në depozit, sepse e ka thënë edhe presidenti i qeverisë, nëse e vutre para pak ditësh që kemi bërë atë video, i cili thoshte publikisht që Trumpi duhet ta kuptoj dhe qeveria e Trumpit që nuk ka kaq të ardhurë financiare sa ne mund të përmbushim këto kërkesat të tyre. Pra, doja që ta prekja sot, sepse përveç shutdownit ka ndodhur edhe probleme të tjera kohët e fundit dhe viti 2030 po afron. Shumë gjëra do të ndryshojnë, e kemi thënë disa herë, por nuk është se e kam parashikuar unë këtë, por thjesht nga studimet e kryera më përpara dhe nga gjitha i projekti që mendoj dikur që ishte një fantazi, sot po realizohet. Bile, sot, si që thash dhe në një video të më parshme, teksa kisha 5 minuta që ju informova, për herë të parë, sot lexova, pra në The Economic Times, ku e gjeni dhe në revistat të tjera, ose platformat të tjera, ose portalet të tjera, ku 153.000 Amerikan, pra punonjës, janë shkarkuar nga puna shkak i inteligjencës artificiale. Pra, me teknologjinë, sa më shumë do të vazhdoj teknologjia që të futet në shtëpitë tona dhe në shoqërinë tonë, dhe aq më pak punë do të ketë. Dhe aq më shumë probleme do të ketë. Dhe këtu do të ndahen edhe, siç ju thash, dy kategoritë e njerëzve. Qoftë dhe njerëzit me intelekt dhe ata të varfrit, që do ndahen në dy pjesë, por njëkohësisht edhe ata me të pasurit, pra të pasurit nga një anë dhe të pasurit nga ana tjetër, dhe të varfrit nga ana tjetër. Dhe në këtë rast e hanë nga të dyja palët, sepse në këtë rast do vriten në thonjza, qoftë politikisht, por qoftë edhe ekonomikisht, edhe të pasurit. Disa nga të pasurit, sepse projekti që është bërë mund të jetë bërë, formuar ose përpiluar nga disa që kanë projektuar në mënyrë perfekte, dhe me kalimin e kohës, disa njerëz që ata u duhen për ta çuar projektin e tyre në destinacion, qoftë në politika, apo qoftë njerëz që do i përdorin detyrimisht, një ditë ata do t'i hedhin, sepse ju duhet që të seleksionojnë, dhe ky do të jetë momenti decisiv, pra pas vitit 2030. Do ta shikoni, sepse këto nuk janë parashikime thënë nga Nadir Mura, por janë studime të bëra nga intelektual të fushës së ekonomisë dhe të politikës. Kështu që unë doja ta diskutoja me ju çfarë mendimi keni për një situatë të tillë. Pra, në qoftë se shembet motori, qoftë i politikës botërore, por qoftë edhe i ekonomisë botërore, që është Amerika, çfarë mendoni ju se mund të ndodhë? Pra, duhet që të bëhemi gati për një revolucion, mbajini mend këtë, revolucion të ekonomisë dhe të politikës. Mendimi im, pastaj do të dëshira edhe një komenti tuaj. Pres komentet tuaja. Natën e mirë.